detention, cruel treatment, torture, murder. Zëri që dëgjuat është Ana Provozic, zyrtare e dhomave të specializuara të Kosovës apo gjykatës speciale siç njihet. Ajo këtu po ju shpjegon nxënësve të gjimnazit Xhevdet Doda se si krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po edhe vetë UÇK-ja në përgjithësi, sipas akuzës së ngritur, pas ka kryer krime kundër njerëzimit. Vox Kosova ka siguruar ekskluzivisht audio incizimin brenda klasave shkollore në një ligjëratë e cila më vonë u kuptua se u bë pa kurfar leje e në rrethana shumë të çuditshme. Tek përmbajtja kinse procedurale qëndron tronditja e vërtet. Për një orë të tërë, zyrtarët e speciales, në një orë të cilësuar informative, shfaqin influencë që ngjan me propagandë. Ata nuk hezitojnë të shpjegojnë e përfolin aktakuzën kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimet. Kur e dëgjon, të krijohet përshtypja se aparati pushtues dhe kriminal në Kosovë në vitet 98-99 ishte ushtria çlirimtare e Kosovës e jo Serbia. According to a confirmed indictment, war crimes of detention, cruel treatment, torture, murder, different types of crimes against humanity were allegedly committed between at least March 1998 and September 1999 on various occasions across Kosovo and northern Albania, and they are allegedly committed by members of Kosovo Liberation Army against Serbs, against Roma population, other minorities, but also to a large extent against Albanians who were perceived as spies, who did not want to join Kosovo Liberation Army, who were perceived as collaborators with Serbs and so on. Në incizimin rreth një orë që e posedon në Vox Kosova, kjo zyrtare dhe kolegu i saj, Paul Landers, në asnjë moment nuk paraqesin versionet e palës mbrojtëse për të balancuar rrëfimin. Pra, asgjë nga dëshmitarët apo avokatët e shkrerëve të UÇK-s. Aq më pak të kujtohen të paraqesin qartë, e thellësisht tek nxënësit, atë që drejtësia garanton, pafajësi për të akuzuarit deri në provimin e të kundërtës. Pra, pa dhënë perspektivë neutrale, aq më pak qëndrimet e të gjitha palëve, zyrtarja Provozic vijon me këmbgulje me aktakuzën e dytë ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve për administrim të drejtësisë. Hashim Thaçi was reviewing his visitors sensitive and protected details about the witnesses who were about to testify in the previous war crimes case. He instructed his visitors to go back to Kosovo to approach those witnesses and to tell them how to testify or to refuse to testify and so on, so to influence the witnesses. Nxënësit e gjimnazit Xhevdet Doda atë ditë nuk dolën nga klasa të informuar, por të ekspozuar ndaj rrezatimit të një narrative të njëanshme e më e rënda të pavërtet. Në ligjëratë që nuk kërkonte të shpjegonte drejtësinë, por të riparonte imazhin e gjykatës speciale. Heshtja e institucioneve vendore po aq alarmante. Kur narrativat e padrejta u imponohen brezave të rinj, në mpetkun e edukimit të informimit, nuk vihet në rrezik vetëm drejtësia, por edhe vetë historia.